Dojmë ju tregu njerëzve që kurdo që të nim në debate, kurdo që të nim në diskursin publik, temën për të pagjeturit, po dojmë ju rikujtu që mrapa aty nuk janë vetëm 1560, po janë edhe 1560 familje, të cilat edhe sot, 27 vite pas luftës, nuk mund me bë dasma që duhet, nuk mund me bë festa që duhet dhe nuk mund thjesht me egzu lirin ashtu që gëzojmë atje. Pra janë kategoria me dhimbjen më të madhe që vazhdon me pas dhimbjen në vendin tonë, për dallim prej të tjerëve që kanë të vrarë, po e kanë i varë, për dallim prej tjerëve që kanë pas zhdukje të pronës elementeve të tjera, këta ende vazhdojnë me vujt dhimbjen dhe nuk e kanë informacionin. Për këtë arsye kemi dashur që njerëzit çdo herë që të diskutojnë një temë të tillë, me kujtu dhe dhimbjen të cilën vazhdojnë me pas familjarët në vazhdimsi, pritjen të cilën ata e kanë dhe tendencën apo nevojën që çdo ditë këta njerëz me bë diçka për me zbulu fatin e të pagjeturve. Po ju rikujtoj që gjatë kësaj serie të debateve kemi pas njerëz të cilët për mbi 30 herë kanë shku në kufi me mërdarën për me marr familjarët e tyre dhe në kthy duarthat. Kemi pas nana, kemi pas prind, të cilët me 10 herë janë fut në këto dhomat ku identifikohen rrobat. Dhe imagjinani çfarë dhimbje duhet me pas çdo herë ti më fut me një dhomë ku pritet një lajm të keq me marr për familjarin tënd dhe çfarë dëshpërimi pastaj ke kur del prej asaj dhomë me pa pas një lajm të tillë. Pra, është një traumë e cila po vazhdon për këto familje. Këta njerëz në vazhdimsi çdo ditë sot vazhdojnë me u thirr në telefona, vazhdojnë me u kontaktu, vazhdojnë me kërku ende dëshmitë e tyre, mu riviktimizu sërish vetëm për me dhënë lajmin. Ajo çka kemi dashur me dokumentu fillimisht dhe çka është synimi jon, e para është që me pas një mobilizim shoqëror që këtyre njerëzve më ndihmu për me gjetë fatin e familjarëve tyre. Shpesh herë dhe të gjithë e dimë që fati i këtyre njerëzve ka më u gjetë në momentin kur kemi me pas informacionet mjaftueshme. Dhe për këtë arsye dokumentarët janë të përkthyer në 3 gjuhë dhe synojnë që me kërku dëshmitar, synojnë me inkuraju dëshmitar, të cilët të e pa dhimbjen, ne shpresojmë që ata do t'i bimë pishman dhe do t'i ndajnë informacionet. Pra ne i presim dëshmitarët edhe prej komunitetit shqiptar, edhe prej komunitetit serb, edhe prej komunitetit ram, Mashkali, Egjiptas dhe të gjitha të tjerëve që mund të pas informacione, sepse do të më ju tregu edhe dëshmitarëve, po dhe atyre që edhe vetë kanë kryer krimin, që krimi i tyre po vazhdon me qenë pjesë e përditshmërisë dhe jetës së këtyre njerëzve dhe synojnë që me anë të kësaj nismë na thjesht me prek ndërgjegjjen e këtyre njerëzve.